Kjo ishte dita më e vështirë e punës në të gjithë jetën time. Nëse nuk gabohem, kjo ishte edhe dita jote e parë e punës në gjithë jetën tënde. E bukur kjo, Bridget. Po për mua! Edhe unë punova! Ashtu është, e përdora Mini Miau për të fshirë pijen që derdha. Do të shërbej në tavolina! Jo, Mini Miau. Duhet të mbajmë të fshet. Nëse të shikon ndonjë klient, duhen të marrin në shtëpi. Arma sekrete Mini Miau! Jam kaq e lodhur, s'ngredut as filxhanin deri te goja. Imagjinoni që Mini Miau të shërbej nëpër tavolina. Kjo do të ishte fantastike. Por s'mund të rrezikoj që të humbas. Mund ta bëj, Zoe, mund ta bëj! Po të humbni Mini Miaun, kush do na jep të alarmin për predasitët? Unë me siguri do ta bëja këtë gjë. Alarm predasit! Alarm predasit! Keni menduar se Mini Miau mund të ketë fuqi të fshehura që ne nuk i dim? Ka menduar nëse mund ta përdor Mini Miaun për të më fshirë mobiljet e dhomës së gjumit. Kjo nuk më duket ide dhe aq e mirë, a? E di, ndoshta mund ta ndryshoj Mini Miaun në një miau zhurmuese. Një miau zhurmuese? Mendojeni pak këtë. Mini Miau s'do ndryshime! Mini Miau s'do ndryshime! Qetëso, Mini Miau, thjesht po bënim shaka. Nuk do të përdor askush për asnjë lloj gjëje. Mami, po ikim! There's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, 'cause it's up to us. But it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, 'cause it's not too late. We could save the day. Collaborate, team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Hajdeni vajza! Duket se i vetmi sulm që ky predasit ka mësuar është që vetëm të ha. Tani ka ardhur koha që ne të ndryshojmë dietën atij. Stili miau miau, nori miau miau, në fytyrën tënde fuqia miau miau. Wow, mund që kujtoja se haja gjithçka. Hey, diçka nuk po shkon. Thjesht po qëndron atje. S'po mundohet të na luftoj. Duhet ta kisha ditur se ju macet humse do të shfaqeshin. Pse u vënuat kaq shumë? Mrekulli. Po, ashtu quhet. Po, quhet tarb. Çfarë pret tani, nuk do vish të më lëndosh? Po ti isha në vendin tënd, unë do të flisja ndryshe. Kam sjell kapsen e mizave. E çfarë është një kapse mizash? Pa, solla barin e maceve. Bari maceve. Edhe kjo e bën punën. Dëgjoj këtu ti idiot. Nëse kujton se dori këtu të dëgjoj llafet e tua, atëherë ty të pret diçka tjetër. Prandaj tani merr atë predasitin tënd dhe ktheu andej nga vini, si një klon të këshin. Po, në rregull, pra do ta shikojmë atë. Shko kapi predasit. Kujdes, Zoe, kujdes! Hey, Brit, kjo po bëhet shumë e lehtë tani. Do të qenë diçka që ka ngren. Ai duhet të shtrihet. Në rregull, ne po shkojmë humse. Ai fëmijë do ca shpulla. Po flasim për një predasit të çuditshëm. Po, ishte me të vërtet shumë e lehtë. Prit një sekond. Si është puna? Mini Miau,
Pa ishte pikërisht këtu për para 1 minute. Ku shkoj? Çfarë? Si s'po e gjeni dot Mini Mjaun? E po, a ishte me ne deri para pak kohësh, por pastaj kur iku predasiti, kishte ikur edhe ai dhe ne nuk e pam. E kërkuam kudo, Wesley. Një minut. Nuk mendon se u ngatrua me predasitin kur ne nuk e kishim mendjen? Ose ta ketë ngrënë ai. Marr akoma sinjal. Kjo do të thotë se funksionon akoma diku. Fal zotit. A mund ta gjesh nga vjen sinjali? Të shikojmë. Kam frikë se jo, por ai sidoqoftë po dërgon mesazh. Ketë drejt. Po çfarë është duke thënë? Çfarë thot? E po, me sa po kuptoj unë është një sinjal për ndihmë, por është shumë i dobët. Ti mendon se e ka marrë vërtet Sinikloni me vete? E po, do ta ketë zënë gjumi. Duhet ta kthej Mini Mjaun menjëherë. Por Zoi, nëse e kanë çuar diku, si do ta kuptojmë nese në cilin vend e kanë çuar? Këto sinjale duhet na tregojnë gjithçka që duhet të dimë. Ka të drejtë Elliot. Sa kohë që Mini Mjau funksionon, ne do ta gjejmë vendodhjen e saj. Mini Mjau. Kjo pra ishte, topi I tyre prej leshit të dha dhimbje barku. Malëso! Alarm predasit! Zoi! Sa keq që shoqet e tua mutantes janë këtu që të shpëtojnë. Çfarë do të bësh tani top leshi? Shihemi më vonë. Kjo është të tregohesh pak I nxituar. Çdo të thuash me I nxituar. Ku qëndron problemi? Ky topi roz prej leshi mund të na vlejë më shumë se ç'mendon ti. E kuptova, e bëj unë që të flas atë. Vëbas se mund të bëhet vërtet interesante. Je në gjendje ta lokalizosh vendin? Akoma jo, dele dhe zhduket her pas here, por sikur të kishim një marrës sinjali më të fortë. Mos e humba. Duhet të rrisim rrezën e shtrirjes. Duhet I dërgojmë vajzat në kull. Akoma nuk e gati të flasësh top prej leshi. Niveli 8 duhet të jetë shumë mirë, Tarb. E lëm nivelin 8. Nuk përgjigjet. Shko tek niveli 9. Mini Mjau nuk flet! Mini Mjau nuk flet! E po, qen ka më I fort nga sa e kujtoja. Po, ose është kjo, ose është më budalla. Nuk mendoj kështu. Si thoni ta ngrem pak nivelin? Topi prej leshi I Zoit. Shiko, ja ku është. Është shumë lart. Mendon se mund ta arrijmë? Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Si është puna, vajza, ju mungon gjë? E shpifur. Ma kthe Mini Mjaun menjëherë. Ai nuk përbën kërcënim për Siniklonët. Ke të drejt. Nuk përbën kërcënim për Siniklonët tani. Por më herët ai mori një copë predasiti dhe ati nuk I erdhi as pak mirë. Ti pret vërtet që ta besojmë këtë? E di se çfarë pash. Të betohem. Krejt papritur topi prej leshi u tërbua. Çfarë kafshe? Çfarë? Mini Mjau? Nuk mendoj se ai është I tillë. Do të isha më se I lumtur t'ua ktheja për Binçin e vogël, por për momentin shoku im më I mirë Sardon po I bën disa eksperimente shkencore. Ku I dihet, mund të duam ta mbajmë kur të mbaroj. Është shumë I zoti për t'u ndeshur, e dije? Oh, ashtu na qënka? Mjaft shkel ma hangre brenda një nate. Do t'i them shokut të ndëvogël që I bëre të fala. Shihemi më vonë, vajza mutante. Më mirë që mos ta lëndosh Mini Mjaun. Mos u shqetëso. Kam sinjal. Është shumë I dobët, por është akoma gjallë. Mini Mjau.
E ngushtova rezen, por prapë s'po e gjej dot vendin e saktë. Duhet vazhdojmë, të përpiqemi. Shpresoj që siniklonët nuk po i bëjnë asgjë të keqe Mini Mjaut. Po, edhe unë shpresoj. Se kuptoj përse Mini Mjau duhet të përpiqej që të luftonte një predasit. Po, është e çuditshme. Zakonisht ai thjesht rriurt. Ej, prit, po nëse Mini Mjau ishte duke u përpjekur të na provonte diçka? Të provonte diçka? Po, sigurisht. Të kujtohet se çfarë tham sot në mëngjes? Ndoshta nuk e bëm me dashje, po mendoj se e lënduam keq. Mini Mjau ju bashkua kësaj betejë që të na tregonte se ishte e dobishme. Është i gjithë faim. Në fakt, duhet të kisha qenë më ndjeshme ndaj ndjenjave të Mini Mjaut. Duhet të shkoj ta kërkoj menjëherë. Mini Mjau ka besim të plotë tek unë. Zoj, ky nuk është momenti për të vepruar pa u menduar. Pastaj, mendoj se duhet të përballemi edhe me faktin se ndoshta s'mund të bëjmë asgjë për ta shpëtuar. Çfarë po thua kështu? Ne duhet të heqim dorë dhe mos ta provojmë këtë? Po, ne duhet të bëjmë diçka. Kujtova se ishim superheronj. Qetësohu tani. Duhet ta kuptosh se këto gjëra ndodhin nganjëherë. Është pjesë e punës në fundit. Po të mendoja se braktisja e shokut ishte pjesë e punës, nuk do isha bërë kur një vajzë mjau mjau. Në asnjë mënyrë, s'mund ta bëj këtë. Ajo më është gjendur gjithmonë pranë. Do ta rimarim. Se kisha menduar kur se do më merrte malli kaq shumë për Mini Mjaun. Zoj, Hey, Mark, sot të kanë kërkuar gjithandej. Mere. Pra, çfarë po bën këtu? kisha nevojë të mendohesha pak. Mark, a të bëj një pyetje? Patjetër. Po sikur të dije se një shoku yt është në telashe dhe ti kërkon ta ndihmosh, për të tjerët thonë të kundërtën, atëherë duhet të heqësh dorë? Ha? Unë s'mund të tregoj shumë. Por një shoku im i mirë është në rrezik të madh. Mendimi im më thotë që mos ta braktis, edhe më mundon shumë. Mendoj se nëse një shok ka nevojë për ty, duhet të bësh të pamundurën për ta ndihmuar, pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Se di kush është shoku yt Zoj, por nëse ai ka nevojë për ty, duhet ta ndihmosh. Po, ti ke... Alo? Po, çfarë ka? Rene pas ka gjetur vendin? Atëherë erdha menjëherë. Çfarë dreqi leqari? Dërgoj sinjal emergjence më duket. Fatkeqësisht për ju nuk arriti asgjë Po kundi. gabohesh. A? Ai sinjal urgjence që dërgoi përmbante një lloj të rrallë elementi rrëmbimi. Ha? Mjaft fole për ralla ti. Element rrëmbimi. Ai manipuloi sistemin që të mos na vinte mesazhi. Ha? Si mundet ajo gjë e vogël të jetë kaq e zgjuar? Mini Mjau, stop të flas! S'mund ta bësh Mini Mjau të flas! Ti do të flasësh. Do të flasësh me patjetër. Më duket se siniklonët kanë ngritur ndonjë laborator të dimensionit të 4 mbi bibliotekë. Se di, ky është një mision shumë i rrezikshëm. Por ne mund të futemi nga sipër. Atëherë, shkojmë si thoni. Prit Zoj. Mere, përdor këtë. Është më e fortë se këmbana jote e luleshtrydhës. Është shumë e bukur. Urime. I fitove krahët e tu, Zoj. Oh, në rregull. Kristali i fuqisë, shndërim! Everything's changing overnight. It's telling me it's just not right. Where's the girl you used to know? She's better than ever, so come on, let's go. It's supernatural. Tell me supernatural. Come is supernatural. It's understood. You gotta believe a little change is good. You gotta believe a little change is supernatural. Oh, oh, oh. Ka akoma dhe një pengesë për të kaluar.
rregull. Kam frikë se jeni shumë vonë. Miku juaj, si që shihni, nuk donte të bashkëpunonte me ne. Dyshoj se mund të hyjë në punë tani. Mini Miau! Oh, jo! Çfarë i kanë bërë? Thuaj diçka, Mini Miau. Zjo, do të çojmë në shtëpi tani. Oh, Mini Miau! E po, nuk mundëm ta bëjmë të flas, por ishte bukur ta provoje. Po, ashtu është. Vazhdo pra të qeshësh, por nuk do të qeshësh shumë gjatë. Ej, Ani vajza! Tani, zonjusha, vërtet mendoni se ne jemi kaq budallëj? Çfarë po ndodh? Na lër të dalim. Smar do të frym. Çfarë po ndodh? Nuk ka ajër. Më vjen shumë keq që nuk mund të rrinit më gjatë. Shijoni momentet tuaja të fundit, zonjusha. Unë për vete e di që do të shijoj. Ti s'mund ta bësh këtë. Oh, unë mund të bëj shumë më keq. Në fakt, dikush ka akoma uri. Oh, Mini Miau! Më vjen shumë keq. S'doja, nuk doja të zhgënjeja kështu, të betohem. Mini Miau, e di që nuk po më dëgjon, por ishe një mike vërtet e mirë. Miru pafshim. Mike mirë. Mini Miau, Mike mirë. Mini Miau. Erdha Zoi! Mos u shqetëso Zoi. Do të shpëtoj. Çfarë është kështu? Është akoma i gjallë. E po, jo për shumë kohë. Zoi! Përpjekje e bukur. Vë bas që të dhëmbi. Mund të marr frym përsëri. Wow, kujtova se kisha marrë frymë. Mini Miau! Ti na shpëtove jetën neve, Mini Miau. Mini Miau, Mike e mirë. Mini Miau. Një mike e mirë, edhe një heroin. Unë nuk do të nënvlerësoj kur më. Oh, Mini Miau. Zoi! Këmban trëndafili, fuqi e plot! Le të ikim që këtu. Edhe një herë, vajzat Miau Miau fituan. Arma jote e trëndafilt është shumë e fortë. Besoj se je dakord. Heroi i vërtet është miku ynë i vogël Mini Miau. E drejt. Je një shpëtimtare e vërtet, Mini Miau. Të premtojmë që nuk do të nënvlerësojmë kur më në atë mënyrë. Mirë, Zoi. Edhe unë kam një praktik për ty. Zë të kafshoj më një predasit. Sa ko që mund të shërbejnë për tavolina në kafene.